Tuaj të gjithë zëtë Lubonja, për të publikut, çfarë do të thotë zgjedhja e Klodian Brahos për drejtsinë shqiptare në këtë pikë, në krye të këtij institucioni me kaq shumë vëmendje? Të drejtën ai profili që bët ju ishte shumë dhëna teknike, po ajo që për mua do të ishte më domethënëse për të gjykuar, do të kishte pasur më shumë çështje për të cilat ky është bërë i njohur dhe dim se cilat janë këto çështje, sepse ne kemi parë çështjet dhe kemi gjykimin tonë se sa thellë është shkuar në gjykimin e njërës apo tjetër nga gjërat që ka marrë SPAK-u në shqyrtim. Se unë bëj pjesë në ata që kam gulmuar që ai që quhet rrethi i krimit, që nuk përfshin vetëm, po themi, një person që jetohet, qoftë ky dhe një funksionar i lartë, dhe disa akte korruptimi apo pabarzim tendera, siç thuhet për Ballukun, por është një rreth shumë më i gjerë ku hyn jo vetëm flitet për shembull korrupsion pasiv, po kur ka korrupsion pasiv, ka dhe korrupsion aktiv, apo jo? Keni dëgjuar ju në një oligark të famshëm nga këta, me cilën e kanë bërë korrupsionin këta, për të kuptuar tërësinë e krimit. Pastaj, e dim shumë mirë që një pjesë e këtyre parave, për shembull inceneratorët, kanë shkuar për të korruptuar individ, kanë shkuar për mediat, kanë shkuar për vjedhjen e votës. Pra, është një rreth i gjerë që mbyllet dhe SPAK-u ka marrë segmente. Sigurisht këto segmente, ata që janë dhe entuziastë me SPAK-un, i kanë inkurajuar me shpresën që do t'i shkohet, do mbyllet rrethi, do shkoj deri tek Edi Rama, që është kapo banda, sipas mendimit tim dhe e thonë dhe shumë tjerë. Por, a do shkoj apo jo aty? Nuk dihet. Kështu që për të gjykuar, sepse ju i keni thënë qartë. Pra unë do doja të dija në këto çështje si ka marrë ky, se unë lexova diçka, nuk është se jam pa lexim. Po pak. Tek inceneratorët kanë shkuar deri te Lefter Koka, ndërkohë dihet apo jo se është shumë më e gjerë. Atë dosjen 184 të Dibrës të bën krimin elektoral e kanë lënë ja çuan prokurorisë. Dhe ka qenë dhe ky atje. Pra, për këtë do doja të dija më shumë që të gjykoj. Kjo është një gjë. Por në plan të parë, zoti Lubonja, ju i keni thënë qartë të gjitha pritshmëritë tuaja për SPAK-un, gjykimin tuaj për SPAK-un, por gjithsesi për t'ia kujtuar publikut, në këtë pikë, ju keni një formë motivimi nga performanca e SPAK-ut së fundmi dhe emri që është tani në krye të këtij institucioni, është thjesht një ndryshim emri apo mund të jetë ndryshim kursi apo ndryshim loje? E qartë, pyetja është në vend. Nuk mund t'jap kursesi një përgjigje të prerë, them kështu ose ashtu, sepse ne këtu gjithmonë ekuacionin e kemi pasur me më shumë se 2 të panjohura, apo jo? Sepse gjithmonë ngrihet pyetja në këto veprime, është vullneti i tyre, profesionalizmi i tyre, që i jep kurajo, dhe apo kanë dikë mbrapa, shumë thonë janë Amerikanët mbrapa, pyetja është këta Amerikanët çfarë duan këta? Janë ata Amerikanët që ishin, sepse ishin një pjesë Amerikanët që ishin edhe shumë me qeverinë, apo janë këta Amerikanët që janë tani që kanë qasje tjetër. Mua më bëri përshtypje, për shembull, deklarata sotme ambasadës që fliste për, domethënë nëse ju kujtohet se tani këtu kur u shpallën Grata Berisha njërin tjetrën flitej për korrupsionin si rrezik për SBA-n dhe ishte korrupsioni i politikanëve. Ndërsa tani vjet theksi tek krimi organizuar e trafiku i drogës, për shembull, që është një problem i madh për Shqipëri, po a e kanë vërtet këtë synim apo jo? Dhe këtu është pyetja tash, sa është pastaj nga ana tjetër ky SPAK-u i kontrolluar dhe nga se e kemi shumë vështirë të besojmë atë që është vetëm profesionalizmi i këtyre njerëzve në një vend ku ka kaq shumë krim. Kështu që pyetja që thoni ju është mbetet e hapur, a do hec ky? Se tash unë nuk mund ta marr
po e bëjnë Dumani si kur ai ishte standardi. Në qoftë se ngelem ke standardi Dumanit, për mua s'kemi kur gjë. Dumani mund t'ishte një fillim me një kurajo, me dhe mbështetje ndërkombëtare, ndoshta me gjitha këto, por në qoftë se standardi Dumani dhe adhurit deri ke Dumani, nuk e di se sa do ta luftojmë krimin. E qartë.